Ish përfaqësuesi special i Shteteve të Bashkuara për Kosovë gjatë luftës Christopher Hill në ditën e dytë të dëshmisë së tij në gjykatën speciale, gjatë dëshmisë së tij përveç Hashim Thaqit i ka shfaqsuar edhe të akuzuarit Recep Selimi e Jakub Krasniqi. Diplomati i pensionuar amerikan tha se kur foli me Recep Selimin në Likoc në korrik të 1998-s, ai e përfaqësonte perspektivën e grupit të Drenicës. Ne kuptuam se Selimi do të ishte në pozicion që të na jepte përgjigje, por në fakt ishte nga grupi i Drenicës. Në situatën kur nuk morën përgjigje, atëherë ne menduam se ai thjesht po përfaqësonte disa opinione të grupit të Drenicës. E duke u bazuar nga përvoja e tij në negocimin e shkëmbimit të pjesëtarëve të ndaluar të UÇK-s me ata të armatës jugoslave në janar të 99-s, ambasadori Hill tha se nuk e pa si person me peshë të theksuar as zëdhënësin e UÇK-s Jakub Krasniqi. Është e vërtet pra, si shkruhet në këtë përmbledhje që ju nuk e dini saktësisht se UÇK e miratoi lirimin e ushtarëve jugoslav. Dhe kjo ka qenë një problematike vazhdueshme me UÇK-n, sepse ne nuk e dinim se kush ishte përgjegjës. Dhe ajo që mendonit ju, pra që Krasniqi kishte marrë disa udhëzime, ishte pikërisht sepse ju nuk mendonit se zotri Krasniqi ishte një nga figurat kryesore, apo jo? Po, këto janë mendimet të pabazuara, por në mungesë të informacioneve të tjera, atëherë po. Hill tregoi se nuk ka informacione për raportimin e brendshëm të UÇK-s. Ndërkaq kur u pyet për Kadri Veselin, tha se nuk e di në qoftë se këtë emër e kam dëgjuar atëherë apo më vonë. Po ashtu Hill ka mohuar t'i ketë thënë mbrojtjes së Hashim Thaqit se refuzon që të jap dëshmi për prokurorinë. E tek ju përgjigjë avokatit Mishetić, dëshmitari tha se vendosi të bëhej dëshmitar, pasi nga e gjithë përvoja e tij si diplomat nuk ka arsye të besoj se Thaqi ishte përfshirë apo kishte urdhëruar kryerjen e krimeve të luftës. Ish udhëheqësit e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, Thaqi, Veseli, Selimi e Krasniqi, që mbajtën pozita të larta në Kosovë, akuzohen për ndërmarrje të përbashkët kriminale lidhur me krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.